Vijnë kontrollet intensive në qytetin bregdetar nga policia e Vlorës në bashkëpunim me forcat operacionale dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Këto masa vijnë pas ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në qytet me qëllim forcimin e sigurisë publike dhe parandalimin e veprimtarive të paligjshme. Siç mësohet, uniformat blu kanë ngritur pika të shumta kontrolli në akset kryesore të qytetit, në hyrje dalit e Vlorës, si dhe në zonat e frekuentuara nga qytetarët dhe turistët. Kontrollet janë përqendruar kryesisht te drejtuesit e mjeteve luksoze, personat me precedent penal, si dhe te individët që dyshohet se qarkullojnë me armë të ftohta ose nën efektin e alkoolit. Policia po kryen gjithashtu verifikime të imta për dokumentacionin e automjeteve, siguracionin, lejet e qarkullimit, si dhe respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Në disa raste janë shoqëruar persona për verifikime të mëtejshme, ndërsa janë vendosur dhe masa administrative për shkelje të kodit rrugor. Burime nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës bëjnë me dije se ky plan i zgjeruar operacional do të vijojë dhe në ditët në vijim në bashkëpunim me strukturat e tjera të rendit. Qëllimi është parandalimi i ngjarjeve kriminale, garantimi i rendit dhe qetësisë publike, si dhe arritja e ndjenjës së sigurisë tek qytetarët. Ndërkohë, policia e Vlorës u bën apel qytetarëve të bashkëpunojnë me strukturat e rendit, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të denoncojnë çdo rast të paligjshëm, ndërsa mësohet se kontrollet janë në vijim.